ajo që Rama kërkon për të vetët dhe mund të arrijë vetëm në qoftë se ndryshon ligjit e reformës drejtësi me bashkëpunimin e Sali Berishës, është që t'ju heq gjykatës dhe prokurorisë mundësinë për të hequr nga detyra ose pezulluar nga detyra funksionarët e lartë të shtetit, dhe e dyta për të hequr masën e paraburgimit. Pse është i rëndësishëm paraburgimi? E para njëherë që sundimtari të mos kërcënojë dëshmitarët dhe mos manipulojë provat. E dyta të mos jetë në pushtet edhe në zyrë. E treta, do të kemi parasysh diçka që gjyqet zgjasin me vite. Ti nuk mund t'i lësh dikujt mundësinë që të qëndrojnë atë zyrë. Belinda Balluku po vazhdoi të qëndrojnë detyrë. Kush e di sa vite do kalojnë derisa të marrë vendimi i parë. Pastaj edhe ca vite tjera që të merret vendimi i gjykatës apelit, Belinda Balluku mund të ketë marrë fund karriera e saj politike për arsye krejt ndryshme nga përgjegjësia ligjore, dhe ky person do duhet ta marrim ne në kurriz për vite të tëra, ndonse ka akuzë për korrupsion, dhe vetëm akuzën besoj ajo do shpallet dhe fajtore për korrupsion.